Fillojmë përsëri me mësimin online, pas jemi të detyruar që në mënyrë të tillë të punojmë me juve dhe që ju të mos mërziteni në shtëpitë e juara duke ndjetur të izoluar për shkak të COVID-19 dhe për shkak të masave të marrë të qeverisë për ruajtjen e shëndetit tonë. Ne si mësues, si arsimtarë do mundohemi të ju ndihmojmë nga shtëpitë tona dhe deri te në mënyrë online ose në mënyrë mësim distancë të jemi pranë jush. Unë sot për juve kam përgatitur një prezantim për klasën e 8 nga tema gjeometria dhe zgjidhje probleme, njësinë mësimore, këndet të drejtësat. Çfarë duhet të dimë tek kjo njësi mësimore? Duhet të dimë se cilat kënde quhen kënde kryqëzuara, çfarë është transversale e dy drejtësve, cilat janë këndet që formohen kur dy drejtësa priten me transversale, cilat kënde janë përgjegjëse, cilat kënde janë alternative dhe cilat kënde janë kënde të kundërta. Vazhdojmë me njësinë mësimore, pra të kemi njohuri për këndet përgjegjëse, alternative dhe këndet të kundërta. Pra, këndet të drejtësat, kur dy drejtësa priten, ato formojnë dy palë kënde të kryqëzuara. Pra, në vizatim paraqesim këto dy kënde të kryqëzuara dhe këto dy kënde që janë të kryqëzuara. Këndet e kryqëzuara kanë krymë të përbashkët, nuk kanë krah të përbashkët, krahët e tyre shtrihen në drejtësa të njëjta, nuk kanë pika tjera të përbashkëta. Pra, këndet e kryqëzuara janë reciprokisht të barabartë ndërmjet veti. Pra, këto dy kënde janë të barabartë me veti. E tash, kur kemi dy drejtësa paralele dhe ato priten me një drejtëse të tretë, e cila quhet prerëse apo transversale, formohen më tepër të lloje të këndeve. Pra, to dy drejtësa paralele priten me një drejtës të tretë. Formohen disa lloje të këndeve. E tani kemi këndet përgjegjëse. Cilat janë këndet përgjegjëse? Këndet përgjegjëse janë ato kënde që shtrihen në anë të një të transversales dhe njëri është i jashtëm ndërsa tjetri është i brendshëm. Domethënë, kemi në këtë rast të njëri është i jashtëm, tjetri i brendshëm, shtrihen në anë të një të transversales, edhe në këtë rast njëjtë, kurse në rastin tjetër kemi këndet tjera. Edhe këto përfundojmë se këndet përgjegjëse janë reciprokisht të barabartë ndërmjet veti. Përveç këndeve përgjegjëse kemi edhe këndet alternative. Këndet alternative janë këndet që shtrihen në anë të ndryshme të transversales dhe të dytë janë ose të jashtëm ose të dy janë të brendshëm. Pra, në këtë rast kemi të dy të brendshëm, në këtë rast kemi të dy të jashtëm. Të brendshëm dhe përsëri në këtë rast kemi të dy të jashtëm dhe në rastin e katër paraqesim përsëri dy kënde të alternative të cilët janë të jashtëm. Edhe këndet alternative ndërmjet veti janë reciprokisht të barabartë. Përveç këndeve përgjegjëse dhe kënde alternative të transversale dy drejtëse paralele kemi edhe këndet e kundërta. Cilat kënde janë të kundërta? Këndet që shtrihen në anë të njëjtë të transversales dhe të dy janë të jashtëm ose të dy janë të brendshëm. Pra, në rastin kemi këto dy janë të brendshëm, edhe këto dy janë të brendshëm. Në rastin e dytë kemi këto dy janë të jashtëm, por edhe këto dy janë të jashtëm. Tani, për krahasim për kënde përgjegjëse dhe kënde alternative, këndet e kundërta janë kënde shtimtar ose suplementar. Domethënë shuma e tyre është 180 shkallë. Duke bazuar nga shembull që treguam, ne do t'japim një detyrë, të cilën do ta punojmë bashkë, do ta shqyrtojmë bashkë. Kemi dy drejtësa që priten dhe në fillim thamë se drejtësat që priten formojnë kënde të kryqëzuara. Tani,
Duke e ditur se këndet e guxuara ishin të barabartë ndërmjet tyre, përfundojmë se këndi X në këtë rast është barabartë me 167 shkallë për arsye se janë të kryqëzuar. Po ashtu këndi Y dhe këndi Z janë të barabartë ndërmjet vete. Mirë po për të gjetur këndin Y apo këndin Z e dim se këndi Y plus këndi 167 shkallë formojnë këndi shtimtar që është 180 shkallë. Nga ku përfundojmë se këndi Y është 13 shkallë dhe është i barabartë me këndin Z. Tani në këto slajdet në prezentimin më të qeshëm do të paraqes disa detyra që ju me kujdes do të shqyrtoni dhe duke u kujtuar në prezentimin që bora, do të mundoni të gjeni këndet e kërkuara në vizatime. Ja detyre e dytë, përsëri një detyrë të tretë, përsëri një detyrë të katërt. Përveç këtyre detyrave, ju mund të punoni edhe detyrat nga libri i matematikës së klasës 8 në faqen 264 dhe do të përsëritni njësinë mësimore që u prezentova para jush. Ju dëshiroj suksese. Në fund falenderoj arsimtarin Satki Ismailin, nga i cili kam shfrytzuar disa detyra për këtë prezantim. Respekt për juve dhe gjithë nxënësit tjerë. Ju falenderoj.